Flamurtari në basketbol për femra shkëlqen edhe në Ligën Unike. Pasi mundën në Vlorë një rival direkt si kundër është Partizani, skuadra e drejtuar nga Agim Dalipaj ka arritur një fitore të rëndësishme edhe ndaj Junior 6 Moni Bau. Vajzat vlonjate në këtë takim ishin në transfert dhe mbyllën gjithçka me rezultatin 73-83. Konkretisht, perioda u ndan rezultatet, e para 17-22, perioda e dytë u ndan në barazim 22-22, e treta 17-22 dhe e katërta sërish në barazim 17-17. Kjo ndeshje u luajt në kuadër të javës së 9 të Ligës Unike në basketbol për femra. Kjo fitore për flamurtarin është një hap drejt play-offit, ndërsa Junior 6 Moni Bau ka një fitore 8 humbje, duke mbetur në vendin e 6 apo thëndryshe të fundit. Flamurtari aktualisht regjistron 5 fitore dhe 4 humbje. Në ndeshjen e fundit, vajzat vlonjate të drejtuara nga Agim Dalipi do të presin Peja 3 për një vend në play-off. Për flamurtari në basketbol për femra, objektivat janë ambicioz, ndërsa veç kampionatit, skuadra vlonjate synon edhe Ligën Unike.